do të vazhdoj t'i mbaj në ankth mira familjarë të personave të zhdukur. Numri të zhdukurve do të tejkalonte shifrën prej 6500 personash. Rastin e Izbicës ka qenë zhdukja më masive. 31 maj i vitit 1998 do të shënoj nisjen e zbatimit të një strategjie luftarake, e cila për vite me radhë do të vazhdoj t'i mbaj në ankth mira familjarë të personave të zhdukur. Në Poklek të Ri, një fshat afër Drenasit, do të regjistrohen 9 personat e parë të cilët u zhdukën pa gjurmë. Nga kjo datë, për më pak se 20 muaj, numri të zhdukurve do të tejkalonte shifrën prej 6500 personash. Në vitet e para, disa prej tyre u zbuluan të gjallë në burgje, të tjerët të vrarë të varrosur në varreza masive, ndërsa fatkeqësisht, rreth 30% e tyre vazhdojnë të jenë ende të zhdukur. 26 vite pas përfundimit të luftës, 1560 persona të të gjitha etnive vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e Kosovës. Ky numër, për shumë betejë botërore, është i papërfillshëm. Por, në kontekstin e Kosovës, ky numër paraqet një traumë të gjatë shoqërore për mira familje. Për të shkaktuar këtë traumë kishte një plan të strukturuar, i cili synonte të mbulonte krimin dhe të krijonte traumë shoqërore të vazhdueshme. Statistikat në dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare u zbuluan të varrosura në varrezat masive në Serbi, ndërsa në regjistrat e luftës ende mbi 12% e viktimave në total vazhdojnë të jenë të zhdukur. Në mes viteve 1998 dhe 1999, Drenasi, Skënderaj dhe Vushtria llogariteshin si komuna jo të mëdha dhe me fshatra të pazhvilluara. Në këto 3 qytete jetonin komunitete të përzjera të dominuara nga komuniteti shqiptar. Në fshatrat e zonës, por edhe në qytete, koha e vllazërimbashkimit dhe e ish-Jugosllavisë kishte krijuar fshatra dhe lokalitete të përzjera etnikisht. Nisja e luftës në vitin 1998 do t'i shpërbënte këto lidhje. Në më pak se 20 muaj, qindra njerëz do të vriteshin dhe mirat e tjerë do të zhvendoseshin nga pronat ku kishin jetuar me shekuj. Dëshmitë për masakrat kolektive, zhdukjet kolektive e deri tek zhdukjet individuale janë në çdo cep të këtyre komunave. Përpos varrezave dhe shkatërimeve, lufta la prapa qindra të zhdukur. Qindra të vrarë nga kjo zonë do të zbuloheshin të varrosur në varrezat masive në Serbi, ndërsa edhe pas 26 vitesh, 145 familje të të gjitha komuniteteve ende nuk dinë për fatin e familjarëve të tyre. Në rastin e rajonit fjalë për Drenas, Skënderaj, Vushtri, po flasim për një zonë, nuk di nëse është fjala duar e dëmtuar gjatë luftës. Aktualisht ka 145 ose më shumë se 145 persona që vazhdojnë të jenë listën e personave të zhdukur nga këto 3 qytete. Sa i përket komunës Skënderajt, e përmenda rastin e Izbicës, ka qenë zhdukja më masive, edhe pse aty ka dëshmitar, ka mbijetuar që e dëshmojnë vrasjen, pastaj trupat janë mbledh nga fshatarët dhe janë varros në varrezat e fshatit, mirë po më vonë trupat, siç e përmenda, janë e sumu dhe janë dërgu në Batajnicë. Shumica prej tyre janë gjetë në varrezat e Batajnicës. Po, saktësisht me 31 majit vitit 1998, po flasim për Poklekun e Ri, pra në cilën, siç e theksuat, jo kemi rastin ose grupin e parë ose rastin e parë zhdukjes në masë, pra zhdukjes me forcë, ku nga jo koha ende kemi listën e persona zhdukur 9 persona për fatin dhe vendodhen cilën nuk dihet.